Trotuarët e disa rrugëve në qytetin e Gjakovës janë kthyer në parkingje të veturave. Pothuajse gjatë gjithë kohës në trotuar ndodhen makinat e parkuara gabimisht, duke pamundsuar ecjen e lirë të mësorëve. Në rrugën Abdurrahman Buza, makinat janë të parkuar në trotuare. Edhe afër shkollës fillore Femi Agani gjendja është e njëjtë. Aty trotuarët janë të zëna nga makinat. E hiq më mirë nuk është edhe në rrugë tjera. Në rrugën Ymer Prizreni, trotuarët janë shndruar në parkingje ilegale. E në qendrën e qytetit në rrugën Nën Tereza nuk ka makina në trotuar, por ka vetura që ndalojnë dhe pengojnë komunikacionin rrugor. Dukuri kjo është shpesh dhe shumë shqetësuese për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Ndërkaq që rruga Nën Tereza është e frekuentueshme nga makina këtu në qendër të qytetit, por megjithatë gjithmonë drejtuesit e makinave parkojnë makinat në rrugë duke dalur për të kryer shërbimet e tyre personale dhe duke e vështirësuar lëvizjen në komunikacion. Për parkim të automjeteve në vendet e gabuara, zyrtarët policorë në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë brenda një muaji kanë shqiptuar 1000 gjoba, por edhe përkundër kësaj dukuria e parkimit të gabuar nuk ka të ndalur.